Akoma asnjë banar i ri nuk u vendos në seksionin hekurudhor 50 km që lidh Mitrovicën me fshatin Leshak të Leposaviqit. Projekti që përbën fazën e tretë të rehabilitimit të linjës hekurudhore 10 është dashur të finalizohet në vitin 2019, ndërsa tash afati është shtyr për vitin 2027. Sidoqoftë ende nuk është kontraktuar ndonjë kompani për t'i kryer punët. Prandaj zyra kombëtare e auditimit rekomandon më shumë angazhim në projektin për të cilin nuk është realizuar as dizajni. Vëmendje duhet t'i kushtohet seksionit Mitrovic-Leshak, pasi që edhe pas 7 vitesh nga planifikimi i parë, nuk ka ndonjë hap konkret për realizim, përveç disa takime, negociata e vizita në terren për përpilimin e raportit të fizibilitetit. Ende nuk ka projekt të dizajnuar për realizimin e punëve për fazën e tretë. Zvarritja e projektit krijon edhe humbje. Eksploatimi i atij projekti që është duke implementuar ndodh me një fazë më të vonshme, do të kemi një humbje në gjenerimin e tyrave prej projektit. Kështu profesori i ekonomisë Fidan Qerimi thotë se shteti nuk po krijon kushte për të bërë biznes. Kosova ende nuk është në hapin e duhur të implementimit dhe krijimit të një ambienti ekonomik duke i përfill gjitha afatet kohore sipas planifikimeve. Linja hekurudhore 10 ka gjatësi prej 149 kilometrash. Faza e parë për rehabilitimin e linjës deri në fund të vitit 2024 ishte përfunduar për 60%, ndërsa e dyta për 32%. Vonesat në finalizimin e projektit krijuan kosto shtesë në vlerë 30 milionëshe.